po të bëja reklam për hotel, unë personalisht nuk do bëja gabimet që bëjnë hotelierët. E ndërtuam, thonë kush doj të vi. E ka një faqe me 20 postime, ka foto profesionale, me nga 5 like, 20.000 followers, ku i gjetë nuk e di, unë do fokusohesh atë destinacioni. Se hotele ka edhe në Tiranë, sa duash, pse të vesh në X bujtin apo hotel, ku flodhe këtu, flodhe në shtëpi në fundit. Hotelet tregojnë krevatin, dritaren, kaq. Unë do tregoja vendin, fshatin, qytetin. E në fund flini te hoteli ynë, ka edhe mëngjes apo gjërat që ofron 1 2 3, po në fund videos ato në fillim jo, për shembull, eja në Borsh, bëj plazh për peshkim Porto Palermo, diskon himare të tjera dhe flite hoteli jon. Eja në Dardh për ski, këtë, atë, shtëket atje, flite ne ja ku jemi, ja kush jemi. Jo eja në Gjirokastër për te ne, këtu kushton, kaq kushton, po do hajde, këton sepse nuk udhton njeri për hotelin, udhtoj për eksperiencën. Ndërkohë që mund të flën tek hoteli yt që ka një eksperiencë më vete, apo mund vende te 20 tjerë, pse të vinte ty? Këtë duhet ta thuash në 20% të fundit të videos. Jo që në fillim pastaj thua pse nuk më ecën video. E hodha video, i hodha edhe 30 euro s'më ecën. Un pash një 20 Instagram e hotelesh të rastishme. I hava për të studiuar. Skandal fare. Sikur i kishte postuar vetë pronari një ditë që s'kishte klient, binte shi s'kishte ç'bënte edhe hodhi ca foto atje, hajtë të kemi. Duhen ekspert për këtë punë. Kush ka biznes dhe interesohet për ndonjë fushat marketingu me rezultate, e dini ku të më gjeni.